Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajfiza, Metropolitan, Tumo. E ftuara e këtij episodi quhet Valbona Kalaja. Nuk është e njohur, por historia e saj është një traumë e njohur, një traumë publike për ne shqiptarët. Në 6 tetor, Astrid Kalaja, bashkëshorti i saj, u qëllua me armë, u vra në sallën e gjyqit, në detyrë, në punë. Sot, Valbona Kalaja ka ardhur në Zemë Mirën podcast. Unë e vlerësoj shumë besimin e Valbonës, edhe që ke zgjedhur këtë platformë për të folur, por sidomos që ke vendosur të flasësh. Sepse ne kur heshtim, ndoshta nuk i zgjidhim, ndoshta kur flasim nuk i zgjidhim të gjitha, por kur heshtim e sigurt është që nuk zgjidhim asgjë. Faleminderit që je këtu. Faleminderit. Nëse vlen si pyetje, si je tani? Jam shumë edhe e rëndume, por edhe emocionume në këtë moment, por edhe e fortë. I kam të trija, domethënë. Edhe emocionin mrena, edhe rëndesën që kam në trup, por edhe një fortësi, domethënë, që më shkriju ta shikoj te fundit. Që nuk e mendosha se do t'isha kështu. Si e shpjegon forcën? Vjen nga lart, vjen nga dhimbja? Forca kam përshtypjen që vjen nga lart. Nuk e kena menduar një fund tillë asnjëherë. Se jetën na ka Zoti, se kena na jetë në dorë, po se do t'na vinte një fund i tillë, asnjëherë nuk e kena menduar. Si çift, edhe si familjar. Mund të Astridit. Sa vite kishit bashkë me Astridin? Jeni njohur që adoleshent, më duket? Unë e njoh qysh 14 vjeçë. Ai ishte 16 kur fillova shkollën e mesme profesionale në Shkodër. Unë shkova pa dëshirën time në atë shkollë, se dosha me vazhdu mjeksi, por si ajo që ne gjithmonë i kena ndigju prind në atë kohë, baba më çoi në degën elektrike. Ishte dëshira babës tëmë. Edhe Astrid ishte në degën mekanike, por në vit 3, unë isha në vit parë, Astrid ishte në vit 3. Dhe kur e njoha Astridin, ishin këto mbledhjet e rinisë që u bashin për me zgjallë këto strukturat e shkollës, sekretarin e rinisë. Sa ashtu ishte koha atëherë, po ishte kohë e bukur. Dhe unë aty, sekretarja e vjetër, domethënë ajo që ja la stafetën Astridit, tu pas edhe njohje me të, mu më zgolli antare byroje të shkollës. Domethënë ishim një grup, pothuajse ja 15 vjet domethënë, që i përfaqësoshim çdo klasë dhe këto organizoshim mbledhjet e shkollave, aktivitetet e tjera, si ishte koha. Astridin atë vit u bë sekretari i nisë shkollës. Ishte një djalë me një autoritet qysh atëherë pa pamë, domethënë serioz, nga vetë natyra, nuk është se ka ndryshuar shumë, edhe këto vitet që u bë pothuajse 60 vjeç domethënë, nuk ka ndryshuar shumë si natyrë. Çdo njeri do ta njihte kur e ka njohur në gjimnaz, do ta njihte edhe sikur ta shifte mas 50 vjetëve Astridin. Ishte pothuajse i njëjtë, ose më duket mu, edhe ajo mund t'jenë. Aty ka njohja e parë, po jo njohja që u lidh me. Dhe pastaj nga viti 4, nga fundi i vitit 4 apo mesi i vitit 4, domethënë sikur lindi një shkëndij nga ana e Astridit, jo nga unë domethënë isha kështu. Domethënë e dosha qëndrimin me të, domethënë ato najet me të, domethënë mbledhjet që bashim, se unë kisha një shkrim të bukur, tamam shkrim inxhinierash, domethënë edhe i shkrusha këto protokollet e mbledhjeve, i shkrusha shumë bukur, po si duket pavi të unë edhe atë pjesën që i pëlqejte, nuk e di domethënë. Jo, ka patur çfarë të pëlqej. Se di. Një martese e lumtur e gjatë me 3 fëmijë. Gjatë viteve që gjetit e ty që erdhi te ti, sa i kishte shumë mundësi tjera me gjeti tjetër. Këto ishin ngacmimet e shumë kështu, si me thanë kolegëve të mi, dasha mirë sa vetan, jo se ngacmime kështu domethënë. Ai thosha, po ku di unë, diçka ka patë unë që erdhi te unë.
Po, për fat të keq në 6 tetor, jo vetëm unë, por nuk ka njeri që nuk e mba mend datën. Lajmi ka qenë vërtet i rënd, fatal. Të gjithë jemi tronditur dhe mendoj që të gjithë kemi jetuar me këtë dramë, e cila në fakt është publike, po është personale për Valbonën dhe për 3 fëmijët e Astritit, është edhe personale, përveç se është një dramë publike. Ju, si e keni marrë vesh lajmin? Unë e thënë drejtën atë ditë isha pushim. Kisha një check-up që e bajmë ne nga keshi. Dhe gjithë ditën e kisha vizita në për mjek, domthonjë sa të ekoja, sa të analizat e tjera, si është kjo rutina e këtyne analizave që bahen. Dhe me thënë drejtën kisha një javë që kur kisha një kështu si një bindje të mbrëmshme që sikur unë do të kisha një problem me, ta them troç, problem me xhirin. Nuk e di pse më ishte fiksu domthonjë. Edhe atë ditë mjes si ja shfaqa, domthonjë i thash kam frikë se kam e pas në gjaj kështu. Edhe u vesh, u ba me gati me dalë punë, tha hajde jepi veti tash se mirë ke me kanë. Po se di, më ishte kriju një bindje e mbrëmshme, domthonjë që do të kisha diçka. Mi pas ka kanë bindja për veti, domthonjë si duket atë ditë. Edhe hajde tha unë na pim kafe, se pishim kafen e mjesit. Edhe unë me pi kafe, e më tha mos pi kafe ti, tha mami se së mban gja kafja, ta pim edhe i kafe, se keme ba analizat. Po unë s'piva kafe, a i pivi kafe dhe kur dolme, njëra kina pas një këshu marrëdhënie, që edhe kur delsha në rrugë domthonjë e përcjellsha dhe nuk e dija ditë domthonjë pse u kthy Karshimeje, është një moment që mu ka met fiksim, edhe i rregullova edhe vetë, domthonjë e kisha si zakon, si të shkote kështu si i bukur në punë. Pavarësisht se nuk isha krejt ashtu, domthonjë me çu të bukur e kështu, po prapë dosha që pamja jashtë me tishte, domthonjë për të, edhe për vetë pozicionin e punës. E se kishte problemat pjesë, domthonjë shkote edhe si tishte, domthonjë nuk ishte problem, domthonjë as veshjen bile. Ma shumë e kisha unë, domthonjë me shku me kostume, me kështu, mos me kanë pantallona ndryshe, xhaketa ndryshe, ai ishte natyrë tjetër. Megjithatë ja do të pozicioni i punës që me majt këmisht bar, kollare, domthonjë ato i kishte tana. Edhe kur ndame, i tham, nuk ishte një çantë madhe që i mate gjithmonë me dosje, se ishte ditë e hanë, ishte ditë gjyqesh. I tham, mos shko me makinë, se me kështu me bicikletë, se përdorte bicikletën shumë, se ishte puna shumë larg, dhe me makinë ishte shumë trafik, dhe u vonote, bate 3 qerekoret me shku të gjykata apelit për i shtëpisë ku e kishim. Ne ishim të stadiumi Dinamo. Edhe më një gjovi, për çudim një gjovi, se shkote edhe me çantë, kështu me dosje. E maj mrapa, thote, kam shumë stabilizuar. Edhe mori makinën, a ditë mori makinën. Iku, edhe unë ika në klinik, e kisha afër shtëpijet aty. I bana këto të parat e kështu, dhe ajo e të recepcioni më tha, një gjatë Valbon, tha, ke dhe 2 tjera, tha qia, po vjen ora 3, tha bani. Nuk e di si i thash asaj që unë s'po vinë 3, se nuk isha ba me hangër drekën, domthonjë që gatusha gjithmonë, domthonjë. Gatusha gjithmonë dhe gatusha gjedh me luksi, i thojmë na Shkodran, domthonjë, sepse kështu e dote, dhe ai dote edhe mashim djetë pak se kishte probleme me undërën atë, fillon vetë mosha, 60 vjeç. Kishte kalu një infrakt dikur, 42 vjeçe. Kishim domthonjë probleme tonat, po jo probleme madhore, domthonjë, si kanë tanë. Edhe i thash asaj që do të vinë nesër, e caktoj edhe orarin për nesër. Shkova edhe te puna bile, sikur ishte akzumë se më doli ekoja mirë, se harrova ta them detajin kryesor.
Por ula aty, ajo doktoresha filloi të më ashu dhe filloi, po ke kyte ja kështu, i tham, a kam një gja me rëndësi se këto janë të vjetra. A kam një gja të rej, i tham asaj se edhe në moment i thash kam 3 fëmijë, nuk e di pse. I thash kam 3 fëmijë. Edhe ajo më tha, jo mi s'ke kur gja, ishte mosha jote ishte, shumë e mirë kështu. Më priti shumë mirë. Nuk e si gjatha, janë të vjetra këto që nuk janë shqetësuese, ta bash një herë në vjetat rutinë. Edhe që gëzume isha në atë moment, jo në atë moment, po deri në 4:38, jo, 3:38 që më ka ra telefoni, më kam kenë shumë e gëzume. Domthon sa shkova dhe në punë, takova shoqet, piva i kafe, erdha në shtëpi dhe kisha vesh këto kpucë të reja, që unë sot kam vesh domthon se nuk i kisha tregu Astridit që i kisha ble. Dhe si ne gratë që i majmë dhe gjana kështu. E kuptoj këtë shumë mirë. Edhe priqa më ardha në shtëpi që unë t'i them kam ble këto kpucë se dola mirë domthon. Si thojmë, ta rajsha e gima, po ta gënjesha, po gënjeshtër e pastër, i thojmë na. Po. E kina pas ka herë në gratë. Megjithatë unë nuk më shesha gjatë sepse e dallote, thotë a ke blej tre këtu, apo ke pas, e kishim humorin si shkodranë, domthon. Edhe shkova në shtëpi, fillova t'u ba me hamër, si për çudi një gjatë që se kam ba kurrë, ma shurë ka Tiranet, këto jeshilet e vogla, si po jap me detaje. Se thash tashi këto javë do të filloj me maj dietë. Se i dolen pak to mënyrën e rrituna, tashi do të majmë dietë derisa të shkojmë te Bjorna është goca malle që kishim vjenë edhe kishim da atë ditën për me ba celebrimin me 17 nënor. Ne ishim me 6 tetor. Se për fat kishte edhe 30 vjetorin, domthon kishim ba prind domthon për herë të parë me 15 nënor. 1995. Edhe masi përfunova, sa kam fik shporetin, risku, domthon që fika shporetin, sobën, domthon. Më vjen një mesazh i shkurt, se dhanë Valbon si jepi pyetje, një kolegut në punë. Edhe nga që s'kisha kanë punë, menova është bane i kontrol në punë, unë kam mik ma herët e po menoj kështu, po s'kishte lidhje se unë isha me leje, domthon, edhe s'para kam abuzu me punën në i herë. Gjithmonë kam ik me leje, domthon, kur kam pas nevojë. Megjithatë si kushtova shumë kështu, dhe në moment më merr një tjetër, domthon, prap koleg pune, po inxhinier që më sërse se kam pas muhabet, po jo që me marr me pyet si je, apo etj, domthon. Dhe ai kishte kanë njët me shoqen e ngushtemën. Kishte ndëgju lajmin, dhe unë për fat të keq atë mirë, nuk di qa me thanë, televizorin nuk e lan lajme kur. E la gjithmonë muzikë, edhe a ditë e kisha muzikë, edhe nuk e disha gjatë qa bahet, domthon, gjithë njerëzit e kishin marrë vesh, unë s'kisha arrit me marrë vesh, domthon. Edhe më thot, he Valbon si e? E tham, mirë më Igli, qa kina në gjatë rej, a ke ardha, a ke ba, si di se qa më tha diçka, i tham, o Igli, unë si jam punë sot, i tham, që se ke në i gjatë, si me thanë, ma thuje kështu, dhe ai nuk ma tha, ma mylli telefonin dhe nuk ma tha, nuk arriti me ma thanë. Dhe në këtë moment, prap me merë një mike e jone, shkodrane që punon në parlament, po ajo ka pak edhe zanin e trash vet, edhe kur më morin telefon, tha, si jeni Valbon, ajo filloi të bërtit, me tregu që diçka ka noll me ty. I tham, po mirë me Mirena, po Astridja, din gjave, kështu, ma bani si, kështu. I tham, Astridja është në punë. Edhe kjo prap ma mylli telefonin, s'arriti me më thanë. Atëherë në moment, kam pas gocën të unjit sipër, në shtëpi, se ishte në shkollë, edhe thash, gocën e kam këtu. Bjorna nene janë jashtë, atëherë kush është që më ngonë Astriti, edhe menja fiu telefon Astritin. Astriti s'ma hapi. Ishte momente, minuta, shtoj sekonda, domthon. Astriti s'ma hapi, dhe në moment më shkon menja të mesazhi i parë. E marrë në telefon atë kolegun e punës, edhe tham, qa ka noll, i tham direkt, a i ka noll gja Astritit, se tana gjanat qoshin të Astritit, domthon. Edhe ai më thot Valbon, thot, unë kam televizorin përballë, thot, e ka në zyre, për fat
të mirë edhe të keq domon, por e kishte aty të hapën dhe sa e kam hap, diçka ka ndodhur të gjykata e apelit, por nuk di gjatë tamam thot. E mbylla e ka mbyll kështu bam si thonë, ka marrë andën në telefon dhe i tha shpejt mam shtëpi, ajo e shkreta ishte poshtë shkallët. Po ngjit ishte. Se duhet me shku, hajde në shtëpi, ajo po më thotë për çfarë tek, unë se arrita mi thanë gjallë sa më marri një shok punet i Astritit, një koleg që s'kishin guximin me marë. Atëherë me atë fola kështu, po është plagosta. Asnjëri s'më thotë që ka ndodhur, pavarësisht se ai ishte në spital në atë moment. Edhe pastaj ato veprimet e ngutshme, vrap me gjeti taksi, një shok i djalit më marrin telefon që i vihet marrun. Se të masi pas fëmijët këtu domon kam një shumë të afërt, po a di mendja nuk të shkon Tek e keqja. tek e keqja domon. Edhe ai të më thanë që unë jam të ardhur, më thotë ky shoku i djalit, po ka shumë trafik, i tham. A di çfarë po marri taksi, i tham, mos ti hajde direkt në spital. Edhe mora i taksi. Në atë moment edhe u anda kisha në shtëpi, mora dhe nipin tem që kam afër. Ai tha, unë vi për 2 minuta të zë aty, edhe hyp në taksi. Po ngjarja ishte aq e madhe sa kishin marrë vesh tani dhe taksisti. Edhe taksisti po i thotë nipit që kanë vrarë gjyqtar. Në këtë kohë më merr djali edhe më thotë një gja mam se më kishin marrë për para ato. Edhe më tha shkon në spital. Edhe në atë kohë më merr djali, neni, edhe më thotë mos ni lajme, mos ni kërkën, sepse baba është gjallë. Se gjithë gazetat fliqin që Astriti ka ndrru jetë. Edhe me atë fjalë kam shku në spital. Aty në spital kam gjetë gjithë kolegët e tij që po qashin, kolegët e tia, që unë nuk i njifsha, se Astriti kishte 2 vite që kishte harë gjykata apelit. Se në Shkodër po thuj se i kam njoftan kolegët, i kisha shok që bile, e shok, domethënë ishim shumë të afërt me njëri tjetrin. Po këtu ishin disa kolegët mrekullueshme që i qashin me dënesë, domethënë. Edhe më thoshin që na jena kolegët e Astritit, jena trupi gjykues, domethënë, sepse ato gjykoshin treshe gjithmonë. Edhe hina mran, nuk e di se kush më mori, domethënë, hina mran te i dhomë e vogël që është urgjenca. Aty s'pashin guximin marrë si mjek, me më thanë, unë isha rrethun me miq, me shoke, me kushrit e mi e të Astritit. Gjithë kishin ardhur, po nuk e marrin guximin marrë, me më thanë. E pash domethënë se më duket si ishte e vërtet ajo që ishte thënë shoferi. A kishte ndonjë merak Astriti, kishte folur me ty, ndoshta javë të fundit apo në përgjithësi, ka ndarë me ty, se dukeni një çift shumë i lidhur, shumë shok që keni ndarë me njëri tjetrin. Ndonjë lloj frike, meraku për sigurinë në punë dhe histori të këtyre përmasave të paktën? Astriti mira, atë javë me të vërtet ka qenë shumë i shqetësuar. Ka qenë i shqetësuar. Ka qenë i shqetësuar. Astriti kishte një zakon që ndërkohë që unë nuk isha gjumë, Astriti flete, domethënë e bate gjumin e nas gjumë. Pse e bate? Se i tham vetit thotë flaj, edhe ishte shumë ngarku, më lolte shumë gjatë ditës, edhe ato orë që meqin, domethënë ishin shumë të pakta për me fjetë, se arsitote dosje deri vonë. Kjo puna e gjyqtarit, vetëm na që kena jetu me ta e dina se sa punë kanë, sa ngarkesë kanë, domethënë, asnjë nuk e kupton. Edhe atë javë për mend ishte i shqetësuar, domethënë. Se e shifsha që u qote natën, 3 natës, e gjesha me celular në dorë. Edhe i thosha,
Astrid, që ke që s'flenë më burë? Po ja, po s'po më flehet. Po heka celular se më lenë edhe mu pa fjetë, do më në ajo që thojmë na. Më në ju qosha në mjesë se gjesha fjetë, normalisht, edhe kishte ditë që më thote më lenë edhe pak me fjetë, kur s'kishte ditë gjyqe, se në zakonisht e pishim kafen bashkë. Edhe më lenë edhe pak me fjetë, se të shpovija aty të keshje, pima najna nga ora 9, si me thanë. Kur delte në punë, se delte ma vonë, kur s'kishte ditë gjyqesh, për me barë si tim dosje, shë e shkresë kështu që kishin e kështu, se në përgjithësi në herë punonte edhe për i shpijet. Edhe e shifsha në fakt edhe natën e funit, bilen 12 natës, kur mylli dosjen e funit, që kur nuk do të harroj atë dosje, nuk e di qa dosjet mund t'ishte ajo. Po zakonisht të dosjet e civileve janë shumë të trasha, dosja mund t'ishte një i kaq. Edhe kjo ishte e fundit që i mylli, ndoshta s'ka ken kjo dosje, nuk e di Edhe kur e mylli dosjen, dosja shloj edhe si një pluhun vetë, di si kanë të dosjet e vjetra, që sa e myll të nxjerr një si pluhun vetë kur janë këto pluhunat e shtëpisë, e ke parasysh? Po, e kuptoj. Ashtu nxori edhe dosja, por nuk mendon njëri për keq, po tash që i kujtoj, i kujtoj tana gjanat me imësin më të malla atë natë edhe ditën e nesre. Edhe i tham, unë isha në divan se gjithmonë e pritësha, nuk shkosha me fjetë vetëm. Ndërkohë që goca shkote 11, na kishim mas 12 gjithmonë. Dhe ai kishte tavolinën që punote edhe divanin përballë meje. Unë kisha televizorin përballë, ai televizorin e kishte në cep krejt, nuk shifte as filma, as një lloj gjajet, derisa arsitote dosjen. Edhe atë ditë kishte, gjithë ditën u morëm me këto studimet e dosjeve që kishte për ditën e hane, që kishte gjyqe Nuk u morëm me arsyetim dosjesh, ishin gjyqet e të hanës. Edhe kur i mylli tana, i thash një gjë, unë s'mundem me ndaj ma, ishte ora 12 fikse natës. Jam shumë e lodhur, nesër kam shku me ba analizat, edhe kisha atë stresin të vetë, sepse ky kur i mylli të thote, po rri edhe një orë, po shaf film e kishte si arktim edhe truni. Atë natë, si për habi, i thash, unë nuk mundem me ndaj ma, ndeq ma ardhë, hajde me fjetë, po ashtu unë po shkoj vetëm. Edhe tha, po vi, tha, nuk pa veç televizorat natë, thjesht ikme me fjetë edhe që me nadet tash, se këta duhet me thanë. Por nuk ka shfaq pakten me mu, sepse ka kënë ndoshta dhe java shumë e shpejtë, i kishim ditë shumë të shpejta, kishim da nodhina familjare që kishim një drejk me disa miqtie, kishim da gjana mas dite që na ikte dita dhe nuk diskutoshim shumë për gjyqe, se na kena diskutu gjithmonë. Po, me një dy shok të ti, edhe këtë gjyqe kishte diskutu. Edhe ma thanën mrapa, një ish kolege e tia, që kishte nej me këtë shokun e Astridit, unë s'kam arrit hala me naj, e kena shumë mik të shpis, kanë punu bashkë në Shkodër, nuk kam arrit hala me taku, se nuk e di, kam një si këshu që të mrendshme, që s'arri hala me përballu njerës, dhe mua bete shumë biseda që lidhen me atë ngjarje. Dhe ato kishin hanë një drejk bashkë aty poshtë shtëpijet, se kena një restorant peshkut poshtë. Edhe ishte thanë që kam një dosje me trita një familje, diçka tillë dhe kështu e kishte përmend, që nuk e di si do të baje, i kishte kërku si duket edhe në këshill. Mendim. Në mendim, në opiniona, nuk e di, Dhe me sa ka marrë vesh edhe mrapa me këto trupin gjykues, koleget, nuk ka si s'kishte pas probleme me këta, edhe për para. Por Astriti ka kënë trim. Ato e deklaroj me bindje, sepse e ka njohë shumë kolekti që në 33 vite punë, Astriti ka gjyku edhe çështje të nxehta në këtë sistem. Përveç 97, 99, që ishte të merri Shqipërisë, që u hapen gjyrgjet, ato burgjet që Astriti ka gjyku edhe me dënim me vdekje, me koleget e vejta, në Shkodër.
Dhe në krimet rana ka gjyku shumë çështje, sepse kur krimet e rana gjyqtarë të konsumoshin, gjithmonë merrshin nga rrethet, dhe Astriti ka kenë në ato që ka kenë te lista që gjykoshin. Deri vonë domon. Vetëm këto vitet e fundit si duket u stabilizu puna dhe ato u banen me trupa gjykuese ma shumë dhe nuk i merrshin këto të rretheve, po deri vonë ka gjyku me ta. Deri para 2-3 vjetëve. Dhe asnjëherë nuk ka pas probleme. Asnjëherë na kena kalu 97-ën, e maj mend kena kenë të ri, kena dalë rrugë të qetë, se thote gjithmonë, unë si kam ba gjakuj, thote, pse duhet më ndryone, unë si kam ba gjakuj. Po ishte ajo frika, sepse kishin dalë gjithë nga burgu, domon. Ishte Shqipëria kaos në atë kohë. Dhe ka ndodhur shumë vrasje, ka ndodhur shumë nollina në atë kohë, edhe ndoshta edhe të afërmëve tonë. Por nuk ishte frikë. Nuk ishte frikë asnjëherë. Çfarë mendonte Astrid Kalaja për sistemin e drejtësisë në Shqipëri? Çfarë thoshte ai ty për drejtësinë? Për çfarë kritikonte sistemin ai? Ose për çfarë vlerësonte? Astriti, zakonisht kur ishim bashk, nuk është se bashim muhabete për sistemin e drejtësisë. Por na shpesh jena bam me miq e me shok, domthonë, se kanë punu bashk, qysh në 94, shi një grup gjyqtarësh të ri që erdhën nga shkolla, bashkë me Astritin. Astriti ishte pak më i vjetër se këto. Astriti erdhi në atë kohë prej punonte avokat, kur i doli me punu gjyqtar. Dhe i gjeti 2 gjyqtar të ri aty. Edhe gjithmonë diskutoshin e për tavolina qysh atëherë problemet e drejtësisë. Dhe i na rrit domthonë në tavolina në tryeza, edhe ne gratë e tyne domthonë, i na rrit me këtë problemet e drejtësisë në Shqipëri, qysh atëherë domthonë. Dhe deri tashin ditët e sotme. Dhe Astriti ishte prej atyne që jo vetëm flite shumë, debatote shpesh herë domthonë, edhe për këto ndryshimet e sistemit domthonë që kanë ndodhur, sepse na kena kalu periudha që kena punu me PD-n, po kena punu dhe me PS-n, këto periudha, domthonë gjyqësori gjithmonë ka kenë i depolitizum. Domthonë normalisht Astriti s'ka kenë as me ato, as me këto. Dhe kishte miq e shok edhe si nga PD-ja edhe si nga PS-ja, dhe e din tanë domthonë janë fakte këto që ishte i futun thellë politik ba me e pa, domthonë edhe pse ishte i depolitizum, se ndoshta nuk dita me e shpreh tamam, ai e dite politike në Shqipëri, sepse përveç gjyqeve që bate, përveç vendimeve që jepte, arsyetimeve, domthonë që ato i kishte si pikë të dobët të veten, që ta bëj një arsyetim kështu ta çoj deri në fund, sepse ky arsyetim shkon në gjykatë të apelit, kur ishte në gjykatë shkallëparë, shkon në gjykatë naltë dhe aty përfaqësona na thote si gjyqtar. Po edhe te njerëzit që e marrin atë vendim në dorë, domthonë pavarësisht se ke shumë që ndoshta edhe nuk din me e lexojnë vetëm atë përfundimin, domthonë vendosi, pjesën e arsyetimit nuk din sepse ajo ka shumë ndodhina, ngjarje etj. Një dosje, ai gjithmonë thote do ta baj përsmarit, thote se ajo met. Ai vendim met thote. Dhe u mundote domthonë mi kushtu orë të tana aty në vendimeve që bate. Dhe për drejtësinë, ai normalisht që do të flitte gjithmonë mirë, gjithmonë fjalë të mira. Edhe qëndrimi jonë në Shqipëri ka lidhje me këtë. Kena pas shumë mundësi për me dash me ikë. Me ikë si iken shumë shokë tonë, shumë miqë tonë. Unë si profesion jam inxhiniere elektrike. E kam pas mundësinë gjithmonë për me dash me ikë në Kanada, për shembull, kur hapen këto që iken gjithë inxhinierat. Gjithë shokët e mi në Shkodër iken në Kanada. Edhe na u mush menja i herë bile me ikë. Dhe ishte Astriti që më tha, po ikem. Masi i vdiq Gjati, domthonë. Ama i ka vdek ma heret. E kryoj bindjen që duhet me ikë, nuk e di pse. Edhe unë i bana letrat. Bana të pare, ndoli e para, ndoli e dyta, dhe në momentin që isha me ba intervisten për gjuhën angleze, që u bate në Tiranë, te kjo British Council, po.
Unë në atë moment nuk e di se si më prish mendja edhe i grisa letrat. I thash, ja, nuk do të shkoj master. Ti, me tamam që i mundesh me punu atje, sepse ai kishte marrë dhe shkollën mekanike dhe i vite, dhe elektriciteti i vishin disa gjana kështu, domethënë ishte natyrë që i bate gjithçka. Për ti gjithmonë me i çantë nuk e je përfaqësuar me i çantë, domethënë vetëm ato dosje më duket sikur është puna jote. Nuk din me ba gjatë tjetër, dhe më dukte që po shkojmë andaj, po përfundojmë kështu, nuk e di domethënë. Të vjen keq që nuk keni ikur? Mendon se njeriu i ka këto sikuret, po të kisha marrë këtë vendim dhe po të shkonim atje. Edhe pse në fakt ne ndjekim fatin ton, çdo gjë është diku e shkruar. Edhe më vjen keq, e kena përmend edhe mrapa. Domethënë kohën, sidomos në kohën e vettingut. Që nuk e di, tu e ditë se si kena jetu, si na ka njohë Shkodra, si na ka njohë njerëzit, domethënë, sa kena punu, dhe për ditë vetin që i na përfaqësu me dinjitet për këtë shoqëri të dy, jo vetëm ai po edhe unë, aty ku kena punu, dhe prap qa hoqme me kalu vetingon. Nuk është se s'pat me probleme, domethënë. E kalu me fazën e parë në Ban Ki-moon, dhe mas 2 vjetëve kena kalu apelin. Po ja dolët ama në fund. Ja dolëm në fund dhe isha unë ajo që isha mase e bindur që ai do ta kalote, por ishte shumë stres i madh, domethënë, kena kalu shumë stres të madh. Edhe gjithmonë i thosha, Astrid, nëse ti nuk e kalon, do t'jem unë ajo e para që do të filloj me folën për gazeta. Domethënë e kisha kriju si bindje kështu. Çfarë thoshte ai kur thoje kështu? Ai e kishte bindje që do ta kalote. Okej. E kishte bindje sepse e dite vetin si ishte, megjithatë nuk u dite as i gjatë domethënë. Deri ditën që u mor vendimi dhe u tha që kaloj domethënë, ajo ishte një nërditë më të bukur atje jetës tonë, por ka herë tham që sikur mos ta kalote, ndoshta do t'ishte më mirë. Nuk e di. Po nuk e gjykojmë dot jetën me sikur. Njeriu nuk e di asnjëherë. Është një moment që unë dua ta flas me ty Valbona, që ka të bëjë në fakt me rrjetin. Është e vërtet që kjo ishte një ngjarje që pati solidaritet dhe njerëzit janë bashkuar dhimbjes tuaj, por po aq që rrjeti u nda më dysh në një mlef të akumuluar ndaj zvarritjeve të proceseve gjyqësore dhe ndaj sistemit drejtësisë, të cilin e derdhën në një kuptim mbi një njeri që nuk është më, nuk jeton më, dhe që ishte gjyqtari Astrid Kalaja. Unë nuk e di nëse ju i keni lexuar apo keni dëgjuar për këto komente, po besoj diçka do keni mësuar qoftë edhe nga të tjerë. Dhe dua ta di çfarë mendon për këtë. Unë me thanë drejten, qysh ditën që ka nollë kjo, jo vetit, po i kam thanë edhe fëmijëve që asnjë koment nuk du me lexu. Edhe isha shumë e bindur që do të kishte shumë komente negative, edhe e disha që ato komente nuk kanë lidhje me Astridin. Megjithatë, populli ka kalu shumë peripecina gjyqesh, vonesa gjyqesh në këtë vend. Jo ndoshta edhe krejt për fajt gjyqtarëve domethënë, por edhe për fajt sistemit. Domethënë ligjeve që u vunen fill mes 90-s, sepse kena jetu në një sistem tjetër me disa ligje tjera dhe u përballme tashi me pronat e tjerë, me krejt ligje tjera. Edhe ndoshta populli kishte drejt domethënë edhe për këto vonesat e gjyqeve, që edhe na vetë, jo na vetë, domethënë ai si gjyqtar e shfaqte domethënë këtë, si me thanë populli është gjyna, se i shkojnë me vite gjyqet, po nuk është se ishte krejt faji tyne, domethënë, se janë një gjyq, për më baj gjyq pronar, sidomos, ka që seansa, sa asne nuk dina me shpjegu pse shkojnë ato seansa. Megjithatë, çdo shtyrje seanset ka një gjatë domethënë ajo, se duhet një letër, duhet një gjatë, ose me a hek pronë tjetrit, me a dhanë tjetrit, ka shumë probleme derisa të arrish deri në fund.
Jo ndoshta me shku në atë masën si shkojnë gjyqet, se unë si jam gjyqtare, unë flas si gruaja e një gjyqtari, domethënë. Po, që Që ke i kam jetuar përjetu dhe në i shtëpi. ke përjetuar. Por edhe prandaj thosha fëmijëve, komente mos lexoni. Njerëzit janë shumë të iritum dhe këto deklarata, këto komente nuk janë i babën tuj. Dhe kaq që kam thënë, domthon, ato a kanë lexuar, s'kan lexuar, nuk e di, po unë vetë nuk kam lexuar komente. Si e kanë përballuar të 3 fëmijët? Bjorna është në Vjenë dhe në fakt përpara se sa të shkoj te të 3 fëmijët, unë e kam një fije kuriozitet. A u bë dasma e Bjornës? Një gjë që më ka prekur shumë Valbona ka qenë kur kam lexuar se Astriti u kishte treguar me shumë gëzim kolegëve dhe kolegeve në gjykatën e apelit se së shpejti martonte të bijën. Astriti përveç kohës së gjyqeve si duket ndante me kolegët edhe këto momentet familjare, domthonjë se unë e mora vesh nga kur erdhen këto gjyqtarë që ishte në trup gjykus, kur erdhen me më taku se nuk e njifsha, domethënë ishin treja. Edhe tregoshin që gjatë pushimeve të seancave diskutoshin këto problemet familjare që kishin, domethënë gjithë secilit vejdat. Dhe në këto Astriti kishte prek edhe dasmën e Bjornës, po edhe linjën e nipit, shumë. Të dyja që ishin dy gëzimet e fundit tona, domethënë, që njënën e arriti, ndërsa tjetër nuk e arriti. Te dasma, ceremonia që do të bante Bjorna në Vjenë, ishte një ceremoni e thjeshtë, sepse Astriti ishte qefli me ba dasëm të madhe, si ishte tanë Shkodranë. Mirë po, Bjorna ishte natyrë tjetër, domethënë, Bjorna ishte rrit, kishte shku qysh 18 vjeçe në Vjenë, është rritmë në një ambient, e din ata në shqiptar, domethënë që Vjena është një qytet i qetë, një qytet i shtrum, edhe Bjorna u ba si ky qyteti. Edhe nuk do të një kështu me ba si bajmë dasmat ne, me thirr kallabllëke, me thirr fisin e tjerë, po do të thjesht një ceremoni të thjesht, aty ku e bajnë ata në një celebrim mini bashki ku e bajnë. E bëri besoj. E bani. Shumë mirë, të trashëgohet me shumë një për e mbesa. E vendosme me e ba, sepse ishte me qusi edhe amanetin Astritit, se kishte me shumë qef atë 17 nënorin, e shprejta domthonjë. E bamë, doli një ceremoni e thjesht, shumë e bukur, biles u vesh edhe me fustan bardh, po e kishte një fustan të thjesht, si me kanë një fustan i zakonshëm, po në ngjyrë bardh. Që jati ja kishte pa, për fat. Ja kishte pa. Kur erdhi nga Vjena në Shkodër, e kishte marrë me veti me atë tregu t'jatit, bile na kishte qu edhe me kështu në WhatsApp, në foto, kur e kishte ble. Si po e përballojnë të 3 fëmijët? Anda fillimet ishte shumë të vështira. Edhe o do të me e qu pa tjetër një psikolog që të arrishim domethënë të Wanda të gjendjen që ajo të vazhdo të shkollën tamam, se u fut në vit parë si mjet në gjimnaz, edhe ta ne dim që në gjimnazi është i vështirë, ndroi edhe shkollë, edhe kjo Tirana është pak e zorshme me këtë problemin e shoqënisë, me ndryshimin e shkollave, edhe kishim shumë problem të dy domethënë, se e arriti që Wanda ta shifte Wandën te shkolla e re. Edhe e përballoj me shumë vështirësi fillimin, po ma vonë Wanda u ba ma forcon. Ndërsa djali edhe sot e kësaj dite është shumë maj, si me thanë, maj lollën se sana. Për vetë faktin se iku nga Shqipëria në momentin kur Astriti mendonte që djalin ta futte në sistemin e gjyqësorit. Kishte marru juridik, punoi edhe në Ministri i Drejtësisë, dhe në atë kohë njoft me një vajzë, që jetonte në Bruxelles. E mendoshim marrë këtu, po e shifshim që nuk ka ndonjë zgjidhje
derisa ato ishin me letra, pse duhet marrë neni me gjetë punë edhe ajo këtu është bashkë shumë ma vështirë. Atëherë e vendosen përfundimisht të dy me ikë dhe me lanë Tiranën dhe Shqipërinë përfundimisht. Dhe ajo ëndra e Sriti që e shprejte rrezik deri në te fundit, domethënë që si iku, si bani, unë dosha me kishte ato qefin me e ba gjyqtar, domethënë me fut sistem drejtësisë, me hinë magistratur, domethënë sa të plotësoshin këto vitet e punës që i duhen, edhe ta futen magistratur. Mesatarën e kishte të mirë, kishte punu, njifte edhe shumë shok të Astritit, se për vetë natyren djali ka kenë edhe futbollist dikur, lute edhe me këto gjyqtartë, shok të Astritit, domethënë lute futboll një herë në javë në Tiranë. Edhe e njifshin tanë, domethënë, edhe e ndritin, se e ndrit e ka emrin, e njifshin tanë për Astritit. Edhe shifte që nuk është që është fëmijë pa kapacitet, ai po të ulte në libra, domethënë, neni tamam do të bate se neni thojmë na, për shkurt, domethënë. Do të bate një gjyqtar i mirë. Dhe ajo ikja ati edhe Astritin e mërziti, por edhe kur erdhi neni mas kësaj ngjarje, e përballoj me shumë vështirësi. Edhe hala kësaj dite prap kur del në telefon domethënë, e shoh që është më i lodhur se sa në tjerët. E kuptoj edhe unë uroj që të gjej forcën, sigurisht. Astriti kishte shumë pasione. Edhe kur përveç se u ndronte për djalin që të bëjë gjyqtar apo Bjorna që të shkollohej në Vjenë dhe e realizoi se ajo shkoi në Vjenë. Kështu më the kur u takuam. Kur ishim në Vjenë tha, sikur fëmijët tanë të vinë dhe të shkollohen dhe të punojnë këtu. Me siguri po e mendon tani dhe për Wonder në Vjenën? Pa, normalisht. E kena menu edhe atyre. Dhe përveç këtyre pasioneve për fëmijët, pasionet e ti, diku pash apo lexova, ndoshta tek Newsbomb, lexova që i binte pianos, i pëlqente muzika. Her pas here ai është në shtëpi duke i rënë pianos. Astriti, me thënë drejtën, i ka ra fizharmoniks dikur. Sepse çdo rreth dikur kanë pas to shtëpiat e pionierit. Dhe Shkodra ka pas shumë të zhvillumën, siç dihet domethënë tashi, këtë pjesën e aktiviteteve jashtë shkollore domethënë. Edhe Astriti ka qenë te rrethi i fizharmonikës në Shkodër, përveç ti edhe te rrethi i letërsisë, se edhe recitote bukur, edhe knote bukur, i kishte tana domethënë, nuk e di, i kishte tana me shumicë. Këtë të fizharmonikës ishte ndër ato pasione që i meti edhe mrapa domethënë. Astriti dite mbi 150 këngë ndoshta shkodrane, i dite përmendsh. Dhe të pas të pasione, ai gocën e vogël Wandën, kur erdhi në Tiranë, tentoi me fut në kurs pianot. Që e futme, që është në klasë 2. Dhe Wanda nërprevi në klasë 8, i morë me një piano në shtëpi, bile kena ish mik tonin, që ja pat me marrë me qira, se nga që edhe shtëpina kena të vogël, s'kishim as vend ku me e majtë, e tha me ta marrë me qira, se ndoshta kjo e len edhe nena me i të kot aty. Të shun në akoma kam piano në shtëpi edhe një mende më thot ndoshta edhe do ta blej. Që ta kem si një gjatë çmume, si një gjatë që na kujton gjithmonë Astritin, babin, po e them babit Titi se ashtu i theshim ne. Edhe kur ulte aty mas Wandës, domthon marote Wanda dhe ulte Astriti mira pianos. Po Astriti nuk i bite me dy dorë, se fizharmonika të mëson mira me një dorë. Edhe Astriti bite pianos me një dorë. Edhe unë ulsha në divan dhe inqizosha çdo moment që ai bite në piano, domethënë, edhe kur i bite gabim, edhe kur i bite mirë, domethënë. Të pianos, të Wandës edhe të Astritit, të dyve. Dukeni një familje me jetë mesatare, të bukur, të lidhur me njëri tjetrin, mua më ngeci pak
tek fjalia kemi një shtëpi të vogël dhe po e mendonim pianon ta mbajmë apo jo ta marrim me qira se nuk ka vend. Dhe të mendosh që pianon nuk do ta maj për këtu. Tani do ta patjetër. Pianon do ta çoj në Shkodër, atje kena shtëpinë tonë. Tu jena me qira. Okej. Atje do ta çoj pianon. Po shumë mirë. Aty kam kriju edhe bibliotekën e Streetit. Gjitha librat që kena pastu që i bleshim në për panajire, unë i kam transferu këto mujt e funit atje. Dhe kam kriju një bibliotek aq të mirë me libra, si juridik, si filozofik, si romane. Do kthesh jetosh në Shkodër? Ja. Okej. Unë jam me punë këtu. Okej. Jam me punë këtu, po atje kena shtëpinë që na shkojmë kryavet atje. Okej. Ajo që doja të thoja unë me shtëpinë e vogël është se njerëzit nxitohen, rjeti, shoqëria, në përgjithësinë prej natyre dhe nxitohemi të japim konkluzione për të tjerët ndonjëherë. Dhe ne mendojmë që të gjithë gjyqtarët janë të pasur, të gjithë mjekët janë të pasur, të gjithë gazetarët me siguri janë shitur dhe janë bërë të pasur, gjithë politikanët. Besoj që kudo ka që qëndron, po ka dhe që i kanë bërë qëndrese dhe në fakt ka një jetë normale, ka një jetë të thjeshtë. Me siguri e ka treguar dhe vettingu, po pa dalë te vettingu tek rrëfimi një gruaje është kaq e kuptueshme një dimension i një jete elegante po normale, jo një jetë jo një jetë me egzagjerime. Dhe kur mendon kur e shikon që njerëzit me siguri mund të ketë nga ata që mendojnë që me siguri diçka ka bërë, diçka ka ndodhur, si reagon ti? Disi ka momente edhe në puna, ty ku jena, unë punoj të një zyre që jena 15 vetë, 15 inxhinjera, ma mirë me thanë dëmonë, që shtresën e inxhinjerave gjithmonë duhet cilësosha si shtresë intelektuale. Edhe tanë jena këshu njani me kapacitet edhe të ri, edhe në mosh, dëmonë jena të ndryshëm. Edhe kur një gjosha ndojherë në koment për gjyqtarët e për këshu, tentosha mu revoltosha dëmonë, edhe i thosha, po mirë me një kolegu që i thote, nodhi kjo edhe ky gjyqtar këshu aku dion, i thosha, po ti a i njef gjyqtarët, a mjef mu, dëmonë, edhe unë jam një gru gjyqtari, dëmonë, që punoj këtu me ju, ha një sej si ju, ri një sej si ju, veshim një sej si ju, e kam jetë e një sej si ju, dëmonë, nështë diçka ma mirë mund bajmë dikush tjetër, bile. Dëmonë, ne këta jena, po si na, nuk është se jena pak, dëmonë. Ashtu si janë gjyqtarët, ashtu janë mjekët, ashtu janë profesorat, dëmonë... Sidomos profesorët. Fundit, kjo është Shqipëria, dëmonë. Gjithë se cili ban jetën e vetë si i pëlqen. Çfarë filozofie kishte Astriti për jetën, nëse kishte një slogan? Një deviz, ose si e përmbledh ti atë, se ti kam përshtypjen e një më mirë se ai vete. Tash duhet me përmbledh unë atë mendjen e Astritit. Kam besim që e përmbledh. Mendjen e Astritit. Astriti jetote jo me ba pasuri, po me ba miqësi. Ose me ba shoqëri. Kjo ishte motoja e Astritit edhe jemja bashkë. Nuk e di si duket, por e kena pas shumë, ja kena edukua dhe fëmijëve këtë, edhe Bjornës, edhe Nenit, edhe Wandës të shi. Edhe mirë ne që kena mledhë mi që shokë gjithmonë, dëmonë. Kena hargju ko me ta, kena shpenzu ko, dhe kena rujt këto mitësina, dëmonë. Po ne po na vazhdon edhe Bjorna këtë pjesë në vjenë. Mledhë shokë, shoqe, të shpia, është si mledhëshim nane për ato drekat apo darkat, si në Shkodër, si në Tiranë. Ne i vazhdojmë prapë të traditën. Besoj ke qenë rrethuar me dashuri. Shumë. Shumë. Në Zoti më ka llastu, po më duket ka llastu edhe Astriti. Dhe mirë ka bërë. Se di. Nuk e di a ka ba mirë. Çfarë do mendonte për këtë rrëfim tëndin ai? Do i vinte mirë? Nuk e di që do të mendonte, po do me thanë edhe një detaj. Që pse mendonte ai që unë gjithmonë kisha me dali ditë dhe me tregu diçka. Jo te kjo Astritit.
Po unë i tesh kam dorë një libër që është një libër për Ulqinin, se unë jam origjinë nga Ulqini. Ndoshta se kena ba mohabet këtë detaj. Jo, nuk e dija që ishe ulqinake. Ja, do më në baben e kam ulqinak. Unë jam me origjinë nga Ulqini, po na gjithmonë e rujmë të traditën. Në nanën e kam Shkodrane, pa tjetër. Kurse Astriti ishte me nanë e babë Shkodrane. Edhe e kishim gjithmonë këtë Ulqini e Shkodra, nga të smoshin. Të fillu që ishte ajo ka nga Ulqinaken s'ma do nana të kjo. E kishim, në çdo dasëm do t'ishte kjo. Edhe të ky libër, Astriti ka animu në fillim babën tem, domethënë se ky është libër, materialet janë të babës tem, por jam tashi tu e përfunu unë, se baba më ka vdek heret, dhe më duket sikur ma ka lënë amanet këtë librin me e ba. Dhe ka materiale shumë të bukura që ai ka mbledh me i shok të vejdin. Dhe përfundimisht aty libër jam të e ba unë. Dhe i thosha shpesh Astritit, nuk jenë të më për librin, si të mbas, ke ko më marrë me mu, e tjerë. Edhe para një mujit, ndoshta ma shumë, i tham Astrid, kam arrit të pika që duhet me i vu libri titull tash. Dhe si të më mu. Edhe si ishte i ullën, kurse arrejmë duket ishim të pi kafe, më tha të pandarë. E ka gjetur shumë bukur. E një gjova dhe në atë moment i harrova gjitha këto që thoshin për Ulqinak, domethënë, që s'ma do nana Ulqinake në tjerë. Sepse janë shumë lidhet e fuqishme Shkodër Ulqin, ti ndoshta nuk i din, por kur të kena kohë do të shkojmë edhe në Ulqin edhe në Shkodër. Do të vi me shumë kënaqësi. Edhe na i kena shumë lidhjet e mira, ndeq me Ulqinin, ndeq me Shkodrën, me të dyja domethënë, ne kena lanë. Vedit vend si duket, edhe na do njerëzit, na kanë dashur të dyve. Edhe ky titull më metin mend. Në tashi jo që du me e vu, po as bëhet fjalë që du me e vu, domethënë. Po patjetër. Është një titull që tamam tani është imperativ. Na bashkon. Tamam Ulqini me Shkodrën janë bashkë, edhe tamam janë të pandarë. Edhe ti me Astriti, në një kuptim jeni të pandarë. Nuk besoj që është fizikja që na ndan, ë? Prap jena të pandarë. Këtë mendoj që unë tani gjanat i bëj sikur atë kam këtu, sikur po më vjen, sikur po marraj punën, po e gjen shtëpi, kam tani gjanat tash. Ndoshta është herët, nuk e di, unë hala besoj që e kam këtu. E kam trut, pa. Atë e di vetëm ti. E kam shpirt. Atë e di vetëm ti. Edhe është në shpirtin tënd. Është e vështirë në Shqipëri me median sot të kuptosh një lajm nëse qëndron dhe unë mund të gaboj, por unë po ta them. Diku lexova që kishte një iniciativë për ta shpallur dëshmor Astritin. Ka diçka? Po. Ka nisur procedurat, është diçka që do ta dëshironi, do ta respektonit. Ka nisur procedura, akoma s'është përfundu. Nuk e di sa zgjat procedura, po që ka nis procedura. Ka nis, ne na kanë pyet, na kanë marrë materialet, ato që kanë dashur, domethënë. E kuptoj. Unë në shpirt e di që ai është dëshmor. Është tamam dëshmor, domethënë. Valbona, e di që nuk je ndoshta është drejtësia që duhet ti çoj në fund dhe ti zbardi këto edhe të ndaj të mirë nga e keqja. Por në zemrën tënde, në shpirtin tënd, në ndërgjegjen tënde, a ka një fajtor sipas teje? Kush është fajtori më i madh në këtë histori? Sipas meje që i na rrit këtë sistem, kjo ngjarje ka dhe autor, po besoj ka dhe fajtor. Edhe jo vetëm unë, po tanë e din që kjo ngjarje nuk është pa fajtor. Megjithatë, unë gjithçka s'mund të flas për asnjë lloj gjaje, domethënë, por gjithçka kam ja lënë drejtësisë. Drejtësia është ajo që ka me vendosë dhe besoj te drejtësia. Pse besoj? Sepse ato janë vetë gjyqtarë.
ato në qo se këtë drejtësi nuk kanë me e vu në vend, ka me kënë shumë keq për ato gjyqtarë. Drejtësia në rastin e Astridit ka mu zbatu, si për anën penale, ashtu edhe për anën e sigurisë. Valbona Kalaja, faleminderit shumë për këtë rrëfim. E ke bërë për veten tënde, për bashkëshortin tënd të shtrenjtë, të dashur, por është një zë i rëndësishëm edhe në emër të grave në përgjithësi, të cilat kanë rol shumë të madh në jetët e familjeve apo të bashkëshortëve, çfarë do lloj pune që ata bëjnë. E vlerësova shumë që ti doje ta rrëfeje edhe ta ndaje dhe të flisje për jetën me gjyqtarin, me bashkëshortin Astrid Kalaja, por ne është gjyqtari Astrid Kalaja, por edhe disa opinione, sepse unë besoj shumë te rrëfimi, një shkodran i mirë si Primo Shlaku e ka thënë edhe në këtë platformë që ne duhet rrëfejmë, duhet tregojmë, ne nuk duhet i marrim gjërat me vete dhe nuk duhet t'i shtypim brenda vetes. Kur flasim për njerëzit e dashur dhe kur i kemi humbur ata, është si ti ngjallim në një kuptim, i mbajmë gjallë duke i kujtuar, sepse në fund fare janë kujtimet ato që na ngushëllojnë. Normal. Faleminderit edhe nga ju. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajfiza, Metropolitan, Tumo,